Kosova arriti një fitore historike në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e Botrorit 2026, duke mposhtur Suedin në rezultatin 1-0. Ashtu si në çdo ndeshje të kombëtares në Shqipërisë apo të Kosovës, tifozeria shqiptare ka dhuruar spektakël në stadiumin Naya Ueli në Suedi, duke shpalosur një flamur gjigant kuqezi. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka ndarë momente nga shpalosja e flamurit gjigant, i cili i priu fitores historike të Kosovës në fushën e Suedis. Tifozët shqiptar nga të gjithë treva dhe diaspora mbushën shkallët e stadiumit Naya Ueli, duke mbështetur përfaqësuesen e Kosovës në këtë sfidë të rëndësishme. Pas kësaj fitorie të madhe, Kosova ngjitet në vendin e dytë të grupit B me 7 pikë pas 4 ndeshjeve. Fitoria mban gjallë ëndrrën e Kosovës për një kualifikim historik në Kupën e Botës, ndërsa ndeshjet e radhës kualifikuese do të zhvillohen muajin e ardhshëm. Kjo fitore vjen pas fitores së kombëtarës shqiptare kundër asaj serbe, e vlefshme për kualifikueset e Botrorit 2026, ndeshje e zhvilluar në Leskovac së Serbisë.